Qa gone zemër? Qa zemër? A i kuj, a i sonë të më dalë? Jo zemër, veç e tung e ki. Pse zemër? Tung! Jem të knaq, o jem të knaq, hajde! Ndoshta e kisha veçu Arbana Osmanin, një intervist që mu ma ka ndryshu jetën. Aktiviteti është diçka që burën nga shpirti edhe nuk lidhet me tyra. Po Zoti ka njëherë na bën që ne me dështu edhe me pa ne botën. Sa shpesh e shikon veten e pasqyrë dhe i thua vetes sa seksi që jam? Femrat vetëm duhet me vazhdu me qenë ma të pavarura me luftu vetë. Mos me prit gjithmonë prej burrit, prej vllaut, prej babit. Era, një gazetare e palashme, si po përjeton përgjegjësinë e të qenit gazetare në një kohë kur informacioni qarkullon shpejt e shpeshherë edhe i pasakt? Gazetaria për mu është një mision shumë i shajt, cilën e bëj me shumë pasion edhe udhëheqna për një dashnie shumë të madhe për profesionin. Kështu që po jetojmë në një kohë ku informacionet janë shumë të mëdha, shumë dinamike, po gazetari këtë punë ka më shërbi publikut, veç që duhet me qenë më të kujdesshëm në verifikimin e lajmeve, edhe besoj që jemi okay. Po gazetaria është një prej misioneve më fisnike në vendin tonë. Kush nga prezantuesit kosovar apo të huaj të inspiron? Kosova dhe Shqipnia kanë moderatorë shumë të mirë, ndoshta e kisha veçu Arbana Osmanin. Mendoj që është shembulli më i mirë se si fitohen zemrat e publikut me shumë dashni dhe me shumë sinqeritet. Cili është mysafiri më interesant që e ke pasur deri më tani në emisionin tënd Zgjahu dhe a ka ndonjë intervistë që të ka ndryshuar mënyrën se si e sheh jetën? Në Zgjahu gjithë musafirët kanë qenë interesant, pra ne kemi bërë përgjedhjet me shumë kujdes në stafin, po një intervistë që mu ma ka ndryshu jetën është kur i kam pas të ftu me 2 nana, cilat i kanë humbë 8 fëmijë të tyre nga jeta. Kështu që gjatë intervistës, unë gjatë kohës kam thonë vetë me vete, zot falem kur ne ankohemi për problemet e tona që janë shumë të vogla përballë dhimbjeve të shumë të mëdha që i kanë përjetu ato 2 nana. Por sa shpesh të refuzojnë njerëzit ftesën për të qenë emision? Shumë rrallë. Fatmirësisht shumë rrallë. Emisioni Zgjahu është në një nivel shumë të mirë, edhe musafirët e kanë një mundësi shumë të mirë me i qitë në pa vlerat e tyre, kështu që kjo ndodhi jashtëzakonisht rrallë dhe për këtë jam shumë e lumtur që përveç kësaj ka kërkesa për me qenë pjesë e emisionit Zgjahu. Je person që sjell shumë pozitivitet. Ku e merr tërë këtë energji ku paga mesatare në Kosovë është 300 euro? Pozitivitetin, unë kur shpat nuk i lidhe me para. Pozitiviteti është diçka që burën nga shpirti edhe nuk i lidhet me tyra. Kur njerëzit që e bojnë punën që e dojnë, unë mendoj që janë shumë të bekuar në jetë. Me e bojnë një punë që e dojnë, ti kemi bërë me shumë pasion dhe me shumë dashni. Edhe gjithë kur i bën gjanat me pasion dhe dashni, a në fund të ditës ka me u përkthy edhe në tyra. Çka do të thotë definicioni lumturi për erën? Sot jetojmë me një kohë shumë çuditshme. Ka qenë një kohë ku njerëzit kanë jetuar ndoshta në ambiente shumë modeste, shumë më të thjeshta, po kanë qenë shumë më të përmbushur. Sot njerëzit janë të rrethuar me gjëra shumë më të mira materiale, po që janë të prirur mi pa vetëm aspektet negative në jetën e tyre. Pra, në sinqeritet njerëzore shpeshherë jemi të prirur me qajt për gjana që nuk i gëzojnë jetën tonë, edhe mos më qenë kur mirënjohës për ato që i kemi rreth vetit. E për mu, lumturia është me jetu ditën brenda 24 orëve, me njerëzit e mi, me punën time edhe me përmbush ditën me duke qenë në rehat në fund ditës. Kaq. Kjo është lumturi. A ka momente kur je ndjer e pamotivuar për jetën? Plot. Do me thonë, ka pas shumë momente ku unë nuk kam qenë motivume, po që e kom kuptu që njeriu nuk mundet me funksionu në jetë nëse prat veç me qenë i motivum. Njeriu në jetë funksionon kur është i disiplinum, pra që ecë përpara edhe me ato dhimbjet. E nëse e kisha nda një rast ku unë e di që kam qenë plotësisht e pa motivume për me vazhdu përpara në karrierën time sidomos, ka qenë vera e vitit 2024, ku ka pas shumë ndryshime në jetën time personale, edhe kam qenë mes 2 rrugëve, a me undal, apo me vazhdu për qatë erën që unë gjithmonë e kam imagjinu. Ka qenë një moment ku kam pauzu, e kam marrë një muaj ditë pushim, kam pauzu edhe
kam qesh e kam qarë jashtëzakonisht shumë. Edhe e kam kërku jashtëzakonisht shumë praninë e Zotit edhe atë rrugën se si me vazhdu përpara. Shpesh herë, ne si njerëz jemi të prirur që në raste të tilla me u dorëzu. Po është shumë mirë që me u ndal, me pauzu pak, ka njëherë zhag me shku njët, po e rëndësishme mos me u ndal. Kështu që motivi mungon shpesh herë, po disiplina nuk duhet me mungu njët. A beson se dhimbja është mësim për jetën, apo do ta shmangim sa më shumë? Kjo është gabimi që e bojmë ne si njerëz. Mendojmë që dhimbjen duhet me injoru. Dhimbjen kurrë nuk duhet me injoru. Dhimbja është miku më i mirë i njeriut. Dhimbjen duhet me përqafu, duhet me marr, me reflektu, edhe me fundja dhimbja të paralajmëron ty kur diçka o keq. Dhimbja e ndryshon njeriu për mirë. Dhimbja tregon që ti ka ardhur koha me bën një ndryshim në jetën tënde. E njerëzit e injorojnë. Dhimbjen duhet me marr, pra po them, me e forcu tek vetja jote, me reflektu edhe me vazhdu në jetë përpara. Mendimi yt për suksesin? Shfat, ne gjithë punojmë natë e ditë për me qenë të famshëm, për sukses. Edhe për me na pa bota sa të famshëm jemi. Po Zoti ka njëherë na bën që ne me dështu edhe me pa ne botën. E kështu që sukses për mua gjithmonë jam mundu me prodhu produkte televizive ku jam afër njerëzve, ku jam afër dhimbjeve të tyre që i kalojnë edhe me ju gjend në momentet e tyre të vështira. Sukses për mua është nëse një njeriu ja rikthej buzëqeshjen në fund të ditës. A je ndier ndonjëherë e tradhtuar deri më tani, nëse po nga shoqëria apo partneri? Nuk jam ndjer kur e tradhtuar, fatmirësisht gjithmonë kam qenë e bekuar me njerëz të mirë afër vetes time. Nuk ndjem keq nëse ndodh diçka e keqe nga një njeri që nuk ka shumë relevancë në jetën time. Po rëndësishme është që njerëzit e mi, familja jam, shoqëria edhe rrethi i punës kanë qenë gjithmonë shumë mirë edhe kemi qenë gjithmonë në lidhje shumë të hapura dhe të mira. Momenti yt më emocional në karrierë apo jetën tënde deri më tani? Momenti më emocional në karrierë ka qenë kur ne, përmes emisionit Zgjohu, ja kemi mundësu një nane, një banesë, e cila ka qenë në kushte shumë të vështira dhe ka qenë me 2 fëmijë shumë të sëmurë, po ashtu ka qenë edhe 7 zanë. Momentin që ne i kemi mundësu një pension dhe ja kemi mundësu një banesë, për mu do më thonë e di që kam qenë gjithë emisionit duke qajt edhe ka qenë momenti që kur në jetën time nuk ka me